Përshëndetje me zemër dhe shpirt për të gjithë bashkëdhetarët tanë kudo që zërin tonë na dëgjojnë. Po ju lajmëromi këtu nga vendi i dijes, nga biblioteka kombëtare, nga sheshi i energjisë pozitive, cilën ne synojmë ta organizojmë dhe ta ndërtojmë. Dhe i ftojmë të gjitha shoqatat ekonomike, si Odën Ekonomike të Kosovës, shoqatën e industrisë dhe tregtisë, shoqatën e zejtarëve, shoqatat humanitare, si Hona e Kuqe, Kryqi, Kuq, Bereqet e tjera, jetimat e Ballkanit, që të na bashkohen këtë mision paqësor. Ne synojmë që me 21 qershor, në podujevë prej orës 12, të marshojmë prej bustit të kryeveprimtarit çështjes kombëtare Adem Demaçi deri te busti i presidentit Ibrahim Rugova. Dhe në histori humane ta shënojmë si sfida shekullit 21, lutja, sakrifica për mirësi, të shtrojmë thirrje, lutje për vetëdijsimin, ndërgjegjësimin e qytetarëve, motivimin, frymëzimin, inspirimin shpirtëror që të keqen me mirësi ta ndryshojnë, pastrojnë apo luftojnë, vjetën me terren ta zaventojmë, që paqja dhe mirësia të kthehet në jetën e qytetarëve dhe të ndojmë. Unë i kam lobu për zotin Albin Kurtin këtë zgjedhje dhe i kam shpërndarë 5.000 pamflete me një thirrje, me një program pune dhe kam kërkuar që 1 miliard euro të buxhetit të Kosovës të ndahen për zhvillimin e bioturizmit. 200 milion të investohen në Prishtinë, 200 milion të euro në anën e Besianës, podujevë e Gollak, 200 milion në Drenicën Prekaz, 200 milion rrafshin e Dugaxhinit, 200 milion në anën e Moravës. Ne synojmë që me logon e energjisë pozitive, me flamurin, me zemër, me yllin, me 7 rrema, kudo në botë marshojmë, me stemën e energjisë pozitive, festa paqësore të organizojmë, qatë fitohet nga këto festa 7% për fondin global të energjisë pozitive t'i dedikojmë, t'i motivojmë artistë, sportistë, këngëtarë, kudo në botë nga një koncert, kudo në botë amajnë, 21% qatë fitojmë për fondin global të energjisë pozitive t'a organizojmë, qendra energjisë pozitive për të mirën e gjithë njerëzimit këtu të ndërtohet, beslidhen e shekullit 21 t'a organizojmë, që njerëz të mësohen me vetveten, me punu, veten me motivu, frymëzu shpirtërisht, me inspiru, të keqen me mirësi me ndryshu. Betimi është betohet me zemër dhe shpirt që të keqen me mirësi do ta ndryshoj, pastroj apo luftoj, vjetrin me terren do ta zaventojmë. I lutem qytetarëve kudo në botë, lutem ta pranojnë, ta praktikojnë që të kthehet mirësia në jetën e qytetarëve dhe së ndoj, dhe i falenderojmë çdo qytetari që lutjen e pranon, e praktikon për të mirën e natyrës dhe gjithë njerëzimit të kontribon. Falenderimi takon çdo qytetari që lutjen e pranon e ndaron për të mirën e popullit tim, natyrës dhe gjithë njerëzimit kontribon. Për me mujt me motivu, këtë artistë, sportistë, këngëtarë juftojnë pra shtunën me 21 qershor para sheshit në podujevë, para bustit të adetarit Adem Demaçi, Bacës Adem Demaçi, që dhe kjo iniciativë niset për shoqatës së Rojet e Kohës. Kjo shoqatë do të zgjerohet në çdo komunë, kjo do të jetë që mirujt vlerat njerëzore humane dhe ta kthejmë besimin tek njerëzit. Dhe një herë në javë me pushtetarë bisedojmë dhe një herë në mujt para mediave të demantojmë problemet tona, çka mundëm me bë dhe çysh mundëm me zhvillu. Në çdo komunë të ndahen, të bëhen aksionar, bujq, punëtor, tregtar, gjithë ata zejtarë që do munden me kontribu për zhvillimin e bioturizmit, të organizojnë qendrat e industrisë, edhe qendrat turistike rehabilituese, ku do ketë edhe hajme, ku do ketë edhe qendra rehabilitimit, që qendrat e rehabilitimit turistike të mundën me financu hajmet, që mos mbetet njeri pa tarnat garantume, mos mbetet kafsh mu keq trajtu as tokë pa punu. Mos hezitoni këtë lajm shpëndane, i bëjmë thirrje edhe kryeministit Kosovës aktual që e ushtron detyrën zotit Albin Kurtit, edhe zotit Memli Krasniqi, edhe
Zotit Lumir Abdigjiku, Fatmir Limës, Ramosh Haradinaj dhe të gjithëve, që t'i bashkohen këti marshi, që sa ma shpejt deri me 21 shtator të organizojmë beslidhen shqiptare të shekullit 21, dhe me 21 dhjetor të organizojmë gala mramje për bamirësi forumin për klimën dhe paqen në botë që matë në Davos të Zvitrës. Mos e zëtoni ju e dini që lufta ka fillu edhe në Iran, lufta do të shka përder dhe të kudo, dhe ju prap do të përbaleni me situata të rana. Ne jem kundrej luftës, kundrej dhunës, kundrej bullizmit, që juve mos ju përsërit e keqja në jetën e juve, që ta gjejmë forcën me punë ndershme jetën ku do të organizojmë vjetën me të rinë, ta zaventësojmë këto ndërtesat e vjetra ku do t'i rrëzojmë, ndërtesat të reja në kodat ndërtojmë, që toka t'i lirojmë, planetin tokë ta gjelbrojmë dhe pëllëzojmë që paqja dhe mirësia të kthehet në jetën e qytetarëve dhe njerëzit me veten të punojnë, që secili veten ta nal, keq mos menon, mos flet as mos bën, që keqja mundet të nal edhe vendi jon, vendi i mirësisë më bën. Ne do t'i nderojmë gjitha fjalët e urta, motivuese, frymëzuese, i ftojmë edhe predikues fetar, edhe artistë, sportistë e këngëtarë që këtë marsh t'i bashkohen, po jo. Mos hezitoni, shpëndani këtë video se kjo është fillimi i të ardhmës juve. Zgjoni energjinë pozitive mrena veti, mos hezitoni, angazhoni, kontriboni dhe do përfitoni. Zoti ju falë dhe nderoft, Zoti na ndihmoft të keqe me mirësi ta ndryshojmë, pastrojmë apo luftojmë, vjetër me të rinë ta zaventësojmë. Ju falenderoj në përkuptim, ju falenderoj në përkuptim, ju falenderoj në përkuptim. Falenderit.